nuk vinë vizitor e turist nëse gjatë gjithë kohës trumpetohet që do të hymë luftë me Serbinë. 80 milion euro investime nga fondet publike. Turizmi është pjesë e programit tonë. Ne e kemi pa që para kushti për turizëm është siguria. Nuk vinë vizitor e turist nëse gjatë gjithë kohës trumpetohet që do të hymë luftë me Serbinë. Dikun 36% të turistëve të huaj kanë rënë si pasojë e pasigurisë në Kosovë, e cila kryesisht është paraqit në publik nëpërmjet institucioneve të Kosovës, qofshin deklarimet ato të kryeministrit apo të ministrave të linjës. Do thotë, çështja e parë, këtë mundesh me i thirrë investitorët me thonë që kemi resurse natyrore, kemi vende të bukura, përderisa për ta siguria për turizëm edhe për kthim në investime është minimale në klimën që ekziston. E dyta është siguria financiare. Nuk mundemi me paraqo që sot bankat e Kosovës nuk kanë likuiditet për shkak të ndalesës së keshit në qarkullim. Format e shpërndarjes paras publike edhe të tenderve kanë ndodhur që të dalin jashtë sistemit bankar, ndërsa thithja e fondeve të Bashkimit Evropian dhe donatorëve tjerë është ndalu për më shumë se 3 vite. Do thotë, edhe kjo është pjesë e analizës riskut, e cila duhet të rikthehemi në stabilitetin makrofinanciar, duhet të kthehemi te siguria, edhe duhet të kthehemi te një sistem bankar i cili ka likuiditet dhe jep kredi. Për neve është shumë e rëndësishme që turizmin për cilin po flasim ta bëjmë prapë me partneritet publiko-privat, duke ftu diasporën dhe fondin e diasporës që të ketë investime në turizëm. Projekti Brezovicës në programin ton është projekt i cili parashikon 80 milion euro investime nga fondet publike, që kryesisht orientohen në pjesën e teleferikëve, infrastrukturës rrugore, shërbimeve publike që duhet të ketë një resort modern i skijimit edhe i turizmit. Edhe pjesa tjetër pastaj janë investime private, me ilustru në kuptim, si me thonë, ma praktik, pjesa e hoteleve, pjesa e pistës, pjesa që ka të bëj me kapacitetet tjera akomoduese, me shërbimet që njerëzit duhet t'i kenë aty në dispozicion, duhet jetë investim privat. Në fund, kur mbetet si me thonë, si ndarje pronësisë, 25% do t'jetë në pronësi të shtetit. Pra do t'jetë pronësi publike për me rujt rolin ton aty. Te rasti i projektit të PES, pra të maleve të rrugovës në këtë rast, janë 50 milion euro të parapara nga buxheti apo nga fondet publike, pjesa tjetër njëjtë, do me thonë investime private.